Dua të qëndroj pak më shumë tek ajo që ti përmende, pra tek tentativa që u bën Amerika dhe Donald Trump për të dalë jashtë nga ky konflikt. Presidenti amerikan konfirmoi se pa një dorëzim pa kushte të Iranit përballë tij nuk do të ketë një marrëveshje. Ai shtoi se pret që edhe rasti i Iranit, siç e theksove edhe ti, të jetë i njëjtë me atë të Venezuelës, ku lideri që pason Ajotullahun tu bindet urdhrave të Shtëpisë së Bardhë. Por Irani refuzon kategorikisht. Si e përkthejmë ne këtë në terren? Po tani të dy palët janë të gurtësuara në llogorët e tyre dhe sigurisht që presidenti Trump do të kërkojë më të shumtën të mundur nga këto negociata, pra pozicionet fillestare janë që të kërkojnë të dy palët më të shumtën të mundur dhe pastaj të mblidhen diku në mes. Për sa i përket Amerikës, presidenti Trump kërkon më të shumtën e mundur, pra edhe vetë fakti që ai thot kur ai kërkon që Irani të zgjedhë një ajatollah, po ky ajatollah të jetë, unë do të kem, si të thuash atë, fjalën time ose gati votën time për zgjedhjen e ajatollahut të Omanit, të Iranit. Besoj që kjo është një çmenduri për sa i përket kërkimit të kësaj, sepse normalisht që ajatollahu nuk është një lider shtetëror, ajatollahu është dhe një lider shpirtëror, dhe ç'mund do kishte presidenti Trump, i cili sot ka dalë në televizion duke u falur me evangelistët, pra me një sekt të krishterë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të ketë votën e tij apo të ketë atë fuqinë e tij në zgjedhjen e liderit shpirtëror të shiajve në Iran. Pra si thash, këto janë qëndrime të cilat janë qëndrime nga të dyja anët, se dhe Irani ka ato qëndrimet e ekstreme të veta, pra janë qëndrime pozicione fillestare. Besoj se me kalimin e kohës, këto si thua pozicione, këto qëndrime do afrohen diku në mes dhe palët do të arrijnë të gjejnë, në qoftë se do të kemi në qoftë se do të detyrohen që palët të ulen tavolinë për një marrëveshje politike, palët do të arrijnë të gjejnë diku një marrëveshje diku në mes. Unë besoj se palët nuk janë gati dhe prandaj shikojmë këto qëndrime. Besoj se palët nuk janë gati për një marrëveshje, sepse besoj që të dy palët shikojnë, janë akoma të fuqishme në ato pozicionet e veta dhe në ato si thua armatimet që kanë, në strategjitë që kanë, në strategjitë që po përdorin, dhe besojnë që mund të marrin më tepër nga kundërshtari se sa po ofron kundërshtari në moment. E qartë, Dorand, faktikisht dua të pyes edhe për një deklaratë që është bërë po nga presidenti Trump, që ti e përmende, pra për zgjedhjen e liderit shpirtëror apo fetar të Iranit, që theksoi që mjafton të jetë pro-amerikan apo në një farë forme të bindet urdhrave apo atyre deklaratave të tij dhe do ta mbështesin. Por interesante ishte reagimi që erdhi nga zyrtarët e Teheranit apo Ministria e Jashtme, që ju kundërpërgjigj disi me ironi, duke theksuar se Trump nuk zgjodhi dot kryetarin e New Yorkut, jo më të zgjedhë atë të Iranit. Dhe është e vërtet, edhe si thash, këto janë qëndrimet presidentit Trump, do të kuptojmë dhe diçka, që presidenti Trump i mban këto qëndrime bazuar edhe në duhet parë, si thuash, në ç'kohë i mban këto qëndrime, në ç'kohë i jep këto deklarata, sepse shumica e deklaratave bëhet pak përpara se të hapen tregjet, pra bursa financiare këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose sapo është mbyll bursa financiare këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe të gjitha këto kanë të bëjnë me çmimin e naftës, kanë të bëjnë me bursën, atë që do ndodhi në bursë kështu me radhë. Pra kemi pasur shumë deklarata të presidentit Trump, deklarata të cilat unë besoj që kanë dy funksione. Funksioni i parë është për të pozicionuar veten, si do pozicionuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe qëndrimet e saj në këtë tryezën e ardhshme të bashkëbisedimeve. E para, dhe e dyta, për të influencuar tregjet, për të influencuar tregjet financiare, për të influencuar tregjet e energjisë, sepse siç thash, armiku i Shtetit Bashkuar të Amerikës për momentin nuk është Irani. Armiku i Shtetit Bashkuar të Amerikës është koha dhe çmimet e energjisë. Pra, sa më shumë të zgjas konflikti, aq më shumë rriten çmimet e energjisë, dhe kjo do ta bëjë të pamenaxhueshme këtë luftë nga amerikanët të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe Irani pikërisht këtë po kërkon.